Po nuk hapet biznesi sot në 2025 o burr, po s'pate edhe 5 lek me një anë o ti drejtor. Po s'pate 5 lek në një anë nuk hapet biznesi. Se do edhesh ti për shembull 5.000 euro, 10.000 euro. Jo, për që të edhesh 10.000 euro me punë pastër, ha? Që do vesh të hapësh një biznes. Tani atje në Shqipëri kush po hapin biznese? Po hapin X-i në emër të X-it, për të pastruar 2 lek. Kaq. Se tani ai ka dhe 7 punëtor nga mbrapa. Opa, do pagoj këtë, pagoj edhe taksat, fus edhe këto unë, që të paktën dukem çik jam I pastër. Që tani lekun po zdeut, nuk do e mbaj të rjetën. Që nëse të shtrëngon shteti. Do vjen kohë pastaj që të kontrollon atë gjën. Të shtrëngon o burr. I gjithë këta, a drejto? I gjithë, a? Çdo tipate? Po ja përsa është, do tregoj pastaj, është një person I njohur. Kurse ju çuna rini te lagja aty, gëzoni me çunin që